urojmë të gëzuar 8 marsin të gjitha nënave shqiptare, kudo që ndodhet. Për 8 marsit, urimet më të mira nënave. Kudo qofshin nëna të lumtura, nëna të gëzuara, nëna që të meritojnë dhe dashurinë e fëmijëve, sepse nëna fal dashuri shumë, edhe kërkon dashuri. Edhe këtë kërkojnë nënat sot. Dashuri, respekt të lindjen fëmijë të mirë, të ndershëm, punëtor, edhe familjar të mirë. Për 8 marsi për mamën që më kam. Është dhurata mamale që më ka dhuru i malli Zot. Është me babën e mia që urime gjithë mamave, kudo që ndodhen. Jetë gjatë, viva le mamme. Viva le mamme. Për mamin kam blerë një dhurat, edhe një buqet me lule, do ta porosis. Mund të më të shvizuar 8 marsit. Shvizuar të gjej, të në rojë sa më shumë gratë, burat pak nga vitet, po dita ti do fillojnë punat, i themin e Korçarit. Ti nga i ke baba në Orgin? Unë jam nga Veriu. Veriu ka një sëgjuar se është totë. Vetë të ngrota, thonë 2 bijashte. Do po rojë dhe i apë në i pesqesh. Parat dohen gratë, asë gjë tjetër. Edhe që të mos me kështë shere mua bete këshu, djeri paratë, thonë, sa mirë jetë, të rosh 100 vjetë. Ajde, në živi zdravi, prijatna, rusisht. Se s'kemi asë fëmijë tanë këtu, i kujme juve. Shëndet dhe preqerit të mbarë, këtë më thonë. Po s'kemi shëndetin dhe ata e rësiklet dhe neve e rësiklet. Pas veç gjënë të mirë njetë, du shumë. E kalofë që sa më mirë, do të kemi gjithmonë zemër. Urimi nga fëmijët, ti e në mirë fëmijët. Ajo është urimi që vjen nga fëmijët. Është më i bukur për 8 mars. Pa tjetër. Urimi i fëmijëve, ajo të gëzon. Duan shumë e duan, të dimi se me atë kemi. Jemi lidhur si mishi me koskën, nuk ndahemi. Ndahet mishi nga kjo, nga thoj. Jo, s'ndahet. Burë e grua mi shëthua. Tani për 8 marsin edhe për gratë, ti kemi me shëndet që të gjitha edhe respekte.